Zgjedhjet e parakohshme parlamentare po afrohen, përderisa politikanët zotohen se pas zgjedhjeve vendi do t'i kthehet normalitetit, qytetarët shqiptar janë pesimist dhe të pashpresë se do të bëhet më mirë. Televizioni Koha sot anketoi një pjesë të qytetarëve të Tetovës, të cilët kanë humbur shpresën se punët do të rregullohen. Allah zort, si zort, e në shumë të mbahen, si ka ne shumë të mbahen, se këto e gërditën, kur gjë nuk bërë. Hiq nuk të patën, api frejke, a të një shkak tjetër, ato dinë. Ama me ndrojë pak, me hinjë një pak, ti ndrojnë, be gjithë të vejtë një si të bëjnë pak, më merë, për kjo midjeti udhëve, pa punë. Rogë e letë i qënë punë, s'ka rogë punë. Për të mirë shqiptarëve, kur gjohë hiq. Asë gjohë për të mirë shqiptarëve. Kanë desh me koti kërkojnë ato drejtat. Këtu 30.000, sa shqiptarë janë, më 800.000 shqiptarë. A këto e kanë 20% shqiptarë. Qarë kërkojnë për këtine, kur gjohë s'ka, hiq. Ju besoni personalisht se do të ndryshoj diçka për të mirë? Hiq, kur gjohë për të mirë, s'ka për shqiptarët, hi për të mirë. Unë për vitin votime jo. E në apeloj në këtë tjerët më zala. Që shkoj, unë 60 vjetë i bana kur i ndryshim hiq. Baba i bani 80 shkoj vdiq, as gja hiq. Alo, ma keq se sa ma merë jo. Gjikimi, pse ti qojmë ato këtë këtë? Shkimi pjeti në kur gjanë. I marrën votat, shkojnë ato, ngopën me pare, jetë merë, në qesë, si në shef. Metëm, fshatar lindëm, fshatar metëm. Qëkar? Hiq, s'ka, hiq, apel këtë shqiptarët. Hiq, askush më dalën zjedhe, hiq. Në dalën në ato me kasë më sinet punojnë. S'pa dim, isha dhe bënë më mire, më s'pa dim. Ju vetë besoni se do të bëhet mirë? Po në mendoja, ma... Do dilni vetë ju? Po. Shka të ndryshojsh? Tash kesh socialna atje, për 2013 si jo me për socialna, punë nuk kapën, si zemlë do s'ka pënzija, i kom 11 vjetë stash i kom. Nuk kapën, pëse je hek për socialnës 88, ti she hek 89, sot do t'a ipshin. Do t'a 88, sot je hek nuk me hapën, që 10 vjetë u sa vetë pjak më, kom afer 80 vjetë kom. Keni shpresë ju se diçka do të bëhen? Po kimi ja mos se di që s'ma mërmenja. Pa nuk e kemi, po inshallah u bof. Do të ndryshojnë, nuk si kanë kënë, do të bëjnë më marë, do të punojnë ato për atë punë. Hiq s'kanë punau, kur gjanë. Do punojnë tash këtu tje, jo keni shpresë se diçka do të bëhen? Hiq në zdalë, në zgjedhje. A do përmirësohen? Ja, S'ka e përmirësa. Ma mare kërkush. Kujti, inshallah bëhet më mirë. Mos bëhet, a gjë bëhet. Po mirë, e merë jemë më 70-80 gjatë jemë. Mendimi im është që duhet përmirësohet që kundra partitë tonë duhen bashkohen, se disa janë bashku. Ta shpresëm edhe tjerët me bashkohet tjerë të bëhet më mirë. Qështu është mendimi im. Si e shoh punën nuk do të bëhet kur gjohën këtu. Se ndërmjet partive alak, disa ka, disa zonë si pa marrë veshë, nuk janë pajtërë si duhet. Si dobës, më të thëmë 50% jo, në një gjithë po, më sështë i saklam. Ma majrë dhe bëmët, po. Keni shpresë? Si të fujtojmë ne. Unë nuk sigurohom se do bëhet ma majrë. Për cilat arsye? Për cilat arsye, për ditë do thëna Macedon, po sebno do thëna e kanë mendimin e vetë. Ato nuk mislatin do thona se ne do thona ina popull si kur që jonë ato. Duhet bëhet do thona si që duhet bëhet do thona si moj pranoj si thonë si ka kona e ohrit, nuk ka zjedhje. Të bashkëmarrë e din ato si kemi pas drejta do thona kur ka konë Jugoslavia, si kemi pas drejta do thona mbaqu do Makedonia. Pa kur një drejtina ne. Shumë ma kesh se sa kemi konë me Sërbi. Soni se mas zgjedhjeve këto Maqedoni do përmirësohen gjërat për të mirë. Do bëhet më mirë. Mendoj se asnjëherë. Për cilat arsye? Për arsye se dalën të lantit, hinë të untit, pa duhen të lahën në ato. Se për ne fukarat në kujton asë kush. Unë e shembull, kisha një kaqit pumuq. E në atë mandalën, bërduhës të tapën dhe një ndimë social për pjeqët. Nuk apën, nuk dhe apën u perë. Për pjesët në kujton asë kërkushi. Asë njëre, të nësë bërët asë njëre. Gruevski në urdënan. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye, shqiptarët tonë për fjerë.
Asgjë nuk mendoj të bëhet mirë. Kemi pas në adet bëhet që nuk u bëhet këta motë, s'ka më bëhet. S'ka më asnjë farë gjoje që ka me thonë se do të bëhet mirë. Se dhja do bëhet majrë brënë, se u shkepën të në thonë se do bëhet majrë, ama inshallah bëhet ma majrë. Pjesa dërmuese e të anketuarve janë shprehur se nuk presin që zgjedhjet të sjellin një jetë më të mirë, por gjithnjë janë shprehur se partitë politike kanë qëllim vetëm ardhjen në pushtet, por jo të punojnë për mirëqenien e tyre.